Ja, maar... Bravo, bravo! Të nderuar sportistë trajner Gjum. Fituese e vendit të dytë në etapin e parë, Thoman Torovic Shkodër, Enilda Zeqiri. Fitues do të kalojmë tek 13 të mirat etapës së parë të Kupës Hakim Tafili të kategorisë kadet. Në vendin e dytë, Nedion Demir. To ishin 13 të mirat etapës së parë për kategorinë kadet të Kupës Hakim Tafili. Do t'i dorëzoj diploma dhe kupën vllai i Hakim Tafilit, Shkëlqim Tafili. E kategorisë elit për etapin e parë të Kupës Hakim Tafili. Në vendin e tretë, Kristen Sota i Vllaznis. Në vendin e dytë, Olsion Velia i Tiranës. Dhe në vendin e parë, Blerton Nua i Kosovës. Do të kalojmë tek më të mirët e etapës së dytë të Kupës Hakim Tafili. Sërish do ta fillojmë me do të kalojmë tek 13 të mirët e kategorisë kadet për etapin e dytë të Kupës Hakim Tafili. Në vendin e tretë, Dion Pytyqi ekipit Kosova. Do të kalojmë tek 13 të mirët Hakim Tafili, për të cilin organizohet kjo kupë nga Federata Shqiptare e Ciklizmit dhe Bashkia Shkodër. Një trofe i përvitshëm në nderim të kësaj figure të madhe të këtij sporti. Në vendin e tretë, Leo Piku i Studentit. Në vendin e dytë, Kristen Sota i Vllaznis. Dhe në vendin e parë, Olsion Velia i ekipit të Tiranës. Do të dorëzojë diplomën dhe kupën presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, zoti Skënderjan Xhaku. Sim, quem ganhou?